Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Edhe pse stina e vjeshtës po vjen drejt fundit, tregu i frutaperimeve është i ngopur me produkte frigoriferike. Tregtarët e blerësit janë në kontradikt mes tyre, sepse janë diktuar çmimet e larta dhe malli u mbetet stok. Edhe pse stina e vjeshtës po shkon drejt fundit të saj, tregu i frutaperimeve është i mbushur me llojshmëri asortimentesh. Të bjerë në sy mjaft fruta e perime që kanë periudhën e tyre të vjeljes dhe këto në tërësi janë të freskëta e preferohen nga konsumatorët. Gjithsesi, blerësit kanë ankesa lidhur me disa lloj perimesh e fruta që kanë qëndruar deri tani në ambiente frigoriferike dhe janë të parezistueshme ndaj klimës së vjeshtës, e cila akoma qëndron në kuota të larta të temperaturës. Qytetarët qëndrojnë larg tregut të furnizuar me domate të ardhura nga jashtë, ashtu si edhe rrushi frigoriferit, sepse ka çmime të paarritshme për ekonominë e tyre. Kjo situatë ka bërë që mjaft nga këto perime, fruta të prishen pjesë dhe shitësit duhet t'i hedhin gjë që u rëndon nga ana ekonomike. Gjendja e tregut shkon akoma më rënd për familjarët në kushtet kur prodhimin vendas e kanë zënë me shumicë prodhimet e ardhura nga jashtë. Tregtarët e pakicës varen nga ata të shumicës, kurse fermerëve prodhues u kërkohet ta shesin mallin me çmime të papërfillshme. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur mbrëmjen e kaluar një pjesë të qytetit të Lushnjës. Ngjarja ka ndodhur në lagjet 18 Tetori, ku një makine të parkuar në oborrin e një shtëpie ishte vënë lënda plasëse. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur mbrëmjen e kaluar qytetin e Lushnjës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 të ditës së djeshme në lagjen 18 Tetori, të njohur si lagja Saravë. Forca goditëse e lëndës plasëse që ishte vendosur brenda mjetit në oborrin e një shtëpie, lëkundë dritaret e shtëpive aty pranë duke përhapur panik tek banorët. Njerëzit dolën nga shtëpitë dhe u drejtuan nga erdi zhurma, por nuk kanë parë asnjëri pranë automjetit që ishte përplir nga flakët. Makina që u hodh në erë nga shpërthimi ndodhej e parkuar në oborrin e shtëpisë ku jetonte A Lamçe, tregtar shumicën në tregun e frutaperimeve. Në banesë, në momentin të shpërthimit, ndodheshin 5 pjesëtarë të familjes, të traumatizuar, po fatmirësisht të palënduar fizikisht nga goditja. Nga shpërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Lamçe jeton në këtë banesë, e cila dokumentohet se është në pronësi të kunatit të tij A Turku. Kunati i tij për disa vite jeton në Angli. Ende nuk është konfirmuar lloji i lëndës plasëse. Familjarët nuk kanë pranuar të prononcojnë për ngjarjen përpara kamerave, ndërsa grupet hetimore kanë sqaruar rrethonat e ngjarjes. Banorët pohuan se kemi të bëjmë me një familje të rregullt dhe pa probleme shoqërore. Familjarët jashtë kamerave konfirmojnë se nuk kanë probleme e konflikte me asnjë njeri në jetën e tyre. Policia ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje dhe ka konservuar të gjitha kampionet për ekspertizat të mëtejshme laboratorike. Edhe pse zgjedhjet e 14 majit nuk janë larg, grupimet brenda Partisë Demokratike nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Propozimi i Ali Behit që do ta çonte Partinë të Bashkuar me një kandidat në zgjedhje nuk është pranuar nga pala tjetër. Me sa duket, Partia Demokratike mund të shkojë përçarë në zgjedhjet lokale të 14 majit. Ndonse grupimi i përfaqësuar nga Ali Behi bëri një propozim me 6 pika që sipas tyre do të çonte Partinë të Bashkuar dhe me një kandidat në zgjedhje, duket se pala tjetër nuk ka rënë dakord. Lajmi mësohet sërish nga ky grupim, i cili shpjegon se në negociata me palën e Berishës prevaloi interesi dhe kushti për të njohur statutin e 11 dhjetorit. Sipas grupimit të Ali Behit, mohimi i këtyre negociatave pa kushte thjesht injoron situatën e rëndë që po kalon Partia Demokratike, nuk është në interesin e qytetarëve dhe po dobëson alternativën e opozitës në zgjedhjet lokale. Nisur nga kjo situatë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike i udhëhequr nga Ali Behi ka kërkuar të informohet kryesia e partisë për të hapur rrugë krijimit të gjitha kushteve për përgatitjen dhe pjesëmarrjen e Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme vendore. Pika më e diskutueshme në këto propozime e Ali Behit ishte ajo që në mënyrë indirekte kërkonte të zhbënte armën kryesore të ish kryeministrit Berisha primarët. Sipas këtij propozimi, kandidatët dalin nga një sistem pikëzimi ku 50% të peshës e ka vota e antarësisë dhe 50% rezultati i sondazheve. Por sërish do të jetë këshilli drejtues politik ai që bën për zgjedhjen e kandidatëve dhe miratimin e tyre. Berisha nga ana tjetër është shprehur se për sondazhe do të duheshin qindra milion lekë të cilat partia nuk i ka, teksa ka ripërsëritur idenë që grupimi i Ali Behi mund të dalë edhe si fraksion brenda Partisë Demokratike me kandidat të vet. Shtyria e pjesshme e afatit të targave serbe të makinave nga autoritetet e Kosovës ka ngjallur reagimin e ndërkombëtarëve. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar qeverisë së Kosovës një shtyrje të plotë mbështetur në marrëveshjen e dakordsuar.
Autoritetet e Kosovës filluan të lëshojnë paralajmërime në vendkalimet kufitare, pasi qeveria ndryshoi një vendim për ndalimin e përdorimit të targave të makinave të lëshuara nga Serbia. Në letrat paralajmëruese u bë thirrje qytetarëve serb të Kosovës që të zvendësojnë targat të lëshuara nga Serbia me ato të Kosovës. Një qytetare serbe që mori një letër të tillë në mesnatë, tha se ende nuk ka vendosur se çfarë do të bëjë me targat e makinës. Masa paralajmëruese pritet të zgjasë deri më 21 nëntor, kur të pasojnë dëgjobat për 150 eurosh për të gjithë ata që vazhdojnë të përdorin targat që Kosova i cilëson të palishme. Sipas vendimit të qeverisë, nga data 21 janar 2023, makinat duhet të pajisen me targa provuese, ndërsa pas datës 21 prill 2023 nuk do të lejohet lëvizja e tyre brenda territorit të Kosovës. Ndryshimi i afatit u pa dhe si një lëshim para kërkesave perëndimore për një shtyrie për 10 muajsh. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar nuk e kërkuan Kosovës shtyrie të pjesshme. Ne kemi qenë të qartë publikisht dhe privatisht se komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara, kërkon një shtyrie të plotë të zbatimit të këtyre çështjeve. Ne nuk kërkojmë një shtyrie të pjesshme, nuk kërkojmë zbatim në faza. Komuniteti ndërkombëtar i ka kërkuar qeverisë së Kosovës një shtyrie të plotë, tha ai. Edhe Bashkimi Evropian e shprehur i zhgënjur që qeveria e Kosovës nuk dëgjoi këshillat për zgjatjen e afatit. Në një reagim të bllokut thuhet se Kosova ka të drejtë të heqë gradualisht targat e vjetra, por procesi duhet të zhvillohet me dialog dhe të zbatohet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe konsultative. Janë rritur tensionet Ankara-Aftin pas marrëveshjes mes Turqisë e Libisë lidhur me kërkimin për naftë e gaz në det. Analistët pohojnë se të gjitha palët duhet të bashkëpunojnë me qëllim që të shmanget një konflikt potencial mes vendeve të Egjeut. Një marrëveshje e arritur në tetor mes Turqisë dhe Libisë për kërkimin e naftës dhe të gazit në det ka çuar në një acarim të mëtejshëm të tensioneve mes Ankaras dhe Athinës. Analistët thonë se marrëveshja për kërkimin e naftës dhe të gazit mes Turqisë dhe qeverisë së pajtimit kombëtar të Libisë, të cilin Turqia e mbështet ushtarakisht, është një fitore e madhe për Ankaran, jo vetëm nga pikpamja financiare. Marrëveshja me Libin i mundëson Turqisë eksplorimin në ujërat e Mesdheut të pretenduara nga Greqia. Analistët thonë se forcat turke dhe greke përballen rregullisht tashmë në ujërat e diskutueshme në detin Ege. Marrëveshja me Libin kërcënon tashmë ta zgjerojë rivalitetin. Kohët e fundit ministri i jashtëm grek Nikos Dendias zhvilloi bisedime në Kairo me homologun e tij egjiptian Shukri dhe të dy vendet dënuan marrëveshjen mbi energjinë të arritur mes Turqisë dhe Libisë. Kairo njoftoi gjithashtu se do të pezullonte bisedimet me Ankaran që kishin për qëllim përmirësimin e marrëdhënieve të tensionuara. Analistët thonë se disa vendet e rajonit po shkojnë drejt mosmarrëveshjeve. Franca, aleate e fortë e Greqisë dhe Egjiptit, dënoi marrëveshjen e fundit turko-libiane mbi energjinë, duke e quajtur një shkelje të ligjit ndërkombëtar. Franca dhe Greqia kanë një marrëveshje dypalqe në fushën e mbrojtjes. Parisi po ndihmon Athinën të modernizojë forcat e saj ushtarake. Ajo çka mund të ndizte tensionet edhe më tej do të ishte një vendim i Ankaras për të dërguar anijet e saj kërkimore në ujërat e pretenduara nga Greqia bazuar në marrëveshjen me Libin. Por për shkak se rreziku është shumë i madh për rajonin, analistët parashikojnë se të gjitha palët do të punojnë për të shmangur çdo përplasje. Shikues të nderuar, ishte gjithçka përgatitur në këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.